Territori i Kosovës për datën 14 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme duke sjellë mot të kthjellët dhe temperatura të buta për këtë periudhë të vitit. Paraditja do të jetë me diell në gjithë territorin ndërsa pasditja sjell kalime vranësirash të lehta në disa zona qendrore dhe jugore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius ndërsa ajo maksimale të ngjitet deri në 16 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 14 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 14 nëntor do të jetë në orën 6:18, ndërsa perëndimi në orën 16:21. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 6 deri në 15 gradë Celsius. Podujev 2 deri në 14 gradë Celsius. Skënderaj 3 deri në 15 gradë Celsius. Pej 8 deri në 16 gradë Celsius. Prishtinë 4 deri në 14 gradë Celsius. Gjakov 3 deri në 16 gradë Celsius. Malishev 6 deri në 15 gradë Celsius. Gjilan 4 deri në 15 gradë Celsius. Ferizaj 5 deri në 16 gradë Celsius. Kaçanik 7 deri në 16 gradë Celsius. Suhare 7 deri në 15 gradë Celsius. Prizren 7 deri në 16 gradë Celsius.